nuk po bën me lëvizjen vetëvendosje, kur do ta kuptojnë kundërshtimet e juaja s'na lënë përshtypje, kemi parë se çfarë duart kërkesni. Falenderojnë të gjithë eksponentët e vetëvendosjes dhe kundërshtarët tanë ideologjik që këto ditë po na tregojnë se si duhet të udhëheqet LDK-ja, çka dëshiron elektorati ynë dhe si duhet të jetë e ardhma jonë si parti. Jemi të bindur se e kam për të mirën tonë, thonjza. Por të na mirë kuptojnë, e falim për mungesën e përgjigjeve ndaj brengave të tyre, jemi bukur të zënë, se momentalisht i kemi 9 gara për t'i bërë, të dielën duam veç fitore dhe na besoni do të fitojmë. Pe ka me sulmet që po vinë kryesisht nga lëvizja vetëvendosje, nga Ardiana Matoshi dhe të tjerë. Deputete në 2 mandate. Pëlqeu zonja Matoshi. Sepse zoti Kurti e lën zonjën Matoshi me u marrë tash me këto, veçanërisht me komandantat. Shumë mirë ja u bërë. Ti shojmë rezia statuset... Aty në bodyguardëve të Albin Kurtit, shumë mirë ja u bërë. Të zonjës Matoshi? Ti shojmë vetëm se ka po përshtypje është deputetën. Mos ja vlen? Shumë ja vlen. Jo, be nuk ja vlen. Sa Matosh zbret në hierarki. Ja vlen shumë se zoti Kurti Avsher nuk merret me ta. Për me i poshtru, me në të që ju nuk jeni me u marrën me ju, po mirët dikush atje... Nëse më lejo... Kërsisht i parënësisht politikisht brenda subjektit... Po pra, po pikërisht këtë po themon. Kurse Bebiu të më ka bo dhe për shtypje për të keq edhe gatishmëria e aleancës me vënu koalicion me lëvizjen vetëvendosje, duke pas parasysh gjuhën maksimaliste që ka pas zotri Haradina i Karshi, zotri Kurti, sidomos edhe pse jenë zgjedhje lokale, megjithatë edhe në zgjedhjet lokale fushata po bëhet sikur të ishte fjala për zgjedhje nacionale. Domthonë retorika është qendrore, domethënë për tema nacionale. Megjithatë për te kësaj zotri Haradina. Po pra, sepse kryetari një partie është fut në garë me kryetarët ose me kandidatët për kryetar komuna. Pra, në balotazh janë kandidatët për kryetar në një betejë të ashpër me një kryetar partie i cili është deputet, pra deputeti Kurti, dhe i cili kundërgjithshëm është në zyrat e qeverisë dhe abuzon me buxhetin e Kosovës. Për te kësaj, për te buxhetit, madje janë duke bërë edhe shërbime të ndryshme, pra janë duke dhënë edhe leje ndërtimore të kundërligjshme pa pëlqimin e komunave, por këto ma vonë do të vinë... Kush po bën këtë? Qeveri, dhe më thonë, Ministria jep leje ndërtimore pa pëlqimin e komunës në kuadër të kësaj fushate të balotazhit. Këto patjetër do të përballen procese gjyqësore, por janë duke i mashtru ata që mendojnë që përfitojnë në këtë momentum, sepse në të ardhmen këto do të jenë patjetër çështje proceseve gjyqësore. Zoti Kajtazi, një përgjigje ashpër e deputetës Matoshi, më pas nga deputeti janë ndëruar. Kundër Adojqisit e Vučićit që jeni bashku kundër Albinit, e di po larg kishit mbri. Për Fatmir Limaj. Fatmir Limaj që ka luftu. Ka luftu kundër Vučićit. Dhe të cilët kanë ofruar koalicion. Normal ata që japin votë kësaj, po. Është një deputet e Kuvendit të Kosovës, e cila shkruan kështu. Po kjo është deputet as kur gjasa është. Vetëvendosje me atë strukturën e vet, hierarkinë që ka kush kujt do të më përgjigj, e kanë zgjedhur deputetin e nderuar me u përgjigj komandant Çelikut, i cili për gjatë të këtyre muajve ka nejt një kom me hin koalicion me Albin Kurtin. Pazari ka prish, jo nëse tjetër. Pazari ka prish, jo nëse tjetër. Shumë mirë, derisa ky ka pas një gatishmëri, është ullë tavolinë. Për parlament. Nuk ka lidhje në parlament, në qeveri, ky ka dashur mja bë votat Albin Kurtit për qeveri. Apo, në momentin që ka qenë i gatshëm në këmbim të pozitës së kryetarit Kuvendit për ta bërë Albin Kurtin kryeministër edhe një herë, natyrisht që deputeti janë nderuar e merr detyrën nga lart për ta poshtruar zotin Limaj, sepse zoti Limaj me gatishmërinë e tij për bashkëqeverisje me vetëvendosjen e ka sjell veten në këtë gjendje sa deputeti janë nderuar me bajgare me ta.
Jo, nuk është faji Fatmirit se kjo merret me ta VB. Jo, është çështje. Jo, edhe më thonë nesër mirë, po s'ka shkruar dikush lart në hierarki, është bërë nevozë, është frymzuar deputeti amator. Po thoj mental, po çështje e çështjes mentalitetit me shkruar diçka pa leje të ose vetëvendosje ndaj UÇK-s është kjo. Kjo është qasje e vetëvendosje ndaj UÇK-s. Ja bërë si s'po flet me UÇK-n aje, po. Fatmir Limajn po flet, po i thot me pas luftuju Vučićin, që shpër luftoni Albinin. O, këta nuk kanë kredibilitet me folë për asë gjë tjetër. Vučići ka qenë ministër i Miloševićit. Vučićin e ka luftu Fatmir Limaj, Ramosh Haradinaj, Hashim Thaçi e të tjera të tjera. Kurti është taku me Albin Kurtin. Si përkthys. Kurti është taku me Vučićin, apo jo? Qysh me Albini? Ka marrëveshje more me... Qka është kjo urrejti? Për në me, po më duke që... Albini, hajtë ka zoti mu. Nuk po të buron kështë për ndërgjegjes intelektuale, po duke që ki urrejtje patologjike. Jo, po intelektuali se ka kështë. Ti po mashtron, po du ka luftu Albini, ku ka luftu? Cilën betej ka marrë? A ka luftu Jakub Krasniqi? Cilën betej ka marrë? Jakub Krasniqi? Qysh ka luftu Jakub Krasniqi? Ka qenë zëvën si UÇK-s? Cilën betej ka? Hajtë, cilën betej ka luftu? Krasniqi u konë me pushtë në krah. Cilën betej ka luftu? Ku ka luftu Albin Kurti? Ka zëmë ti mu? Ka mjaft libra refime ku zoti Krasniqi përshkruan edhe luft. Jo më që pyetja është e thjeshtë, ku ka luftu? Edhe ne muna me përshkru luftën. Jo, ku ka luftu Albin Kurti? Zëvën si UÇK-s edhe antari shtabit për gjithë. Adriatik, është pyetja shumë e thjeshtë. Ku ka luftu Albin Kurti, si ti po thu ka luftu? Ka ndërtu strategji politike të UÇK-s. A e ka shti Adem Jashari me luftu? Mani mërë mërë me Hajgore. Adem Jashari. Ka marrëveshje me Vučićin, apo nuk mendoj që do të me sulmu dikon, kur ky ka pas sentimenti anti-UÇK. Kurti Gollojnë njerëzit ato. Kanë mi marrëveshjen e Ohrit, jo ndakordu në Bruksel, apo kupton, jenë në nivel tjetër tash më kthy atje mrapa me sulmu dikon. Nuk po të kuptoj kur gjë. Për një me, ose jashtë konteksti për futën edhe ato të përgjigje për